Mbyllni sytë. Merrni frymëthellë. Merr frymëthellë nga hunda dhe liroje nga goja. Liroje dhe relaksoje trupin tënd. Imagjino që ke një sistem alarmi të brendshëm që ju mbron nga sulmet e jashtme dhe vetëm për këtë moment mund ta fikni. Unë kërkoj që të ulni të gjitha rezistencat e pavedijes tuaj, të gjitha barrierat e brendshme, të ulni kontrollin, të aktivizoni besimin tek ju, të aktivizoni të gjithë receptoret e nënvedijes në mënyrë që ju të merrni sa më shumë nga ky shërim sot, nga ky meditim. Relaksoni sistemin nervor, sistemin muskular, lërin e të gjithë peshën e trupit, aty ku jeni ulur ose shtrirë, dhe çojeni vëmendjen në qendrën e kraharorit tuaj, në zemrën shpirtërore. E ndjeni sikur aty brenda ka një dhomë ku ndesni një dritë. Është drita e shpresës, drita e ndryshimit, drita e shërimit, drita e motivimit, drita e daljes nga bllokimet, kudo nga secili nga ju ndodhet në këto momente të jetës së tij. Nga çdo demotivim, zhgënim, të ndezim dritën e dashurisë. Aktivizojeni dritën tuaj origjinale, që është vetëm e juaja, është firma juaj. Se si ju prezantoheni dhe do të prezantoheni nga ky moment në këtë botë, dhe lejojmë që kjo dritë pak nga pak, nga e zbetë, të filloj të shkëlqej gjithmonë më shumë, të dali nga kraharori juaj dhe të ju mbështjell vertikalisht dhe horizontalisht, ndërkohë që nga zemra juaj shpirtërore kjo dritë zbret nëpërmjet këmbëve tuaja, nëpërmjet shpullave të këmbëve, thellë në tokë. Imagjinojmë disa rrënjë. Është energjia femrore dhe marrim nga toka të gjithë ushqimin, elementet që i nevojitet gjithë secilit nga ju. Mund të merrni aq shumë dashuri, energji, forcë jetësore, ushqim nga toka, sa të dëshironi pas një limit. Dhe kur e ndjejmë që kemi marrë mjaftueshëm, fillojmë
ngjitemi lart bashk me këtë energji, sërish nga shpullat e këmbës tonë, dhe energjia e tokës ngjitet lart në trupin tonë dhe na përshkon nga jashtë brenda. E ndjejmë në çdo centimetër të lëkurës, e ndjejmë që shkon në çdo qelizë, në çdo organ, në çdo muskull, në çdo kock, në sistemin e qarkullimit të gjakut, në sistemin kardiovaskular, në sistemin endokrin dhe seksologjik, në sistemin muskular, në sistemin mendor, nervor, në sistemin respirator, në sistemin hormonal, në sistemin e shikimit, në sistemin e dëgjimit, në sistemin e shijes, në sistemin e nuhatjes, në sistemin e perceptimit fizik. Kjo energji shkon edhe tek të gjithë meridianët e trupit, ku janë si venat e gjakut, ku qarkullon energjia vitale, dhe kërkojmë që kjo energji të riaktivizoj energjinë jetësore dhe kudo ku ka një kristalizim, bllokim të energjisë vitale në meridianet e trupit tonë, të zhbllokohet tani. Kjo energji shkon edhe në të gjitha qendrat energjetike, chakrat tona. Imagjinon që shkon në qendrën e parë energjetike, në bazën e shtyllës kurrizore, në nivelin e organeve seksuale që kanë ngjyrë të kuqe. Imagjinojmë që aty pastron, ekuilibron, vën në koherencë, në një linje, çdo gjë, dhe çdo gjë që ka të bëjë me mbijetesën tonë, me të ndjerit i sigurt, me të ndjerit në shtëpi, me të ndjerit me këmbë në tokë, me të ndjerit në trupin ton fizik, me të pasurit bollëk, dhe më pas ngjitemi 2-3 gishta poshtë kërthizës në qendrën e dytë energjetike me ngjyrë portokalli dhe kërkojmë pastrim, ekuilibrim, harmonizim, shërim, aktivizim, koherencë, dhe vëm në një linje çdo gjë në këtë qendër energjetike që ka të bëjë me seksualitetin, energjinë seksuale,
energjinë krijuese, raportin ton me shprehjen emocionale, raportin ton me ushqimin, dhe kalojmë tek qendra e tretë energjitike, tek zona e stomakut, e cila është me ngjyrë të verdhë, ku kërkojmë pastrim, ekuilibrim, harmonizim, koherencë të kësaj qendre energjitike dhe të gjitha gjërat që ajo përfaqëson, që të njohim vlerat e vetes tonë, lirinë personale, fuqinë personale, kontrollin dhe besimin, egon ton, ku shkojmë në botë dhe themi, unë jam ky që jam, unë vlej, unë meritoj, unë jam i drejtë. Aktivizojmë këtu dhe gëzimin e jetës dhe të ndjerit i gëzuar pa shkak. Dhe ngjitemi akoma më lart në nivelin e zemrës shpirtërore, në qendrën e kraharorit, me ngjyrë jeshile. Kërkojmë një pastrim, ekuilibrim, harmonizim, aktivizim të kësaj qendre. Kërkojmë që të aktivizojmë dashurinë, raportin ndërmjet dhënies dhe marrjes, dhe mshurinë për veten tuaj. Çdo të thotë që të merrni, të rrisni kapacitetin tuaj, që të merrni dashuri, mbështetje, ndihmë. Çdo të thotë të jepni dashuri, dhe ngjitemi akoma më lart në zonën e fytit, me ngjyrë blu, ku kemi qendrën e komunikimit. Kërkojmë një pastrim, ekuilibrim, harmonizim të kësaj qendre dhe çdo gjë që ajo përfaqëson, të shprehjes së vetes tonë, të shprehjes së vetes tonë autentike, me të vërtetë, pa maska, që zëri jon të dëgjohet, që zëri jon të ketë pushtet, që ajo që ne themi të ketë peshë, të respektohet, të dëgjohet. Çdo të thotë të dim të themi jo, kur duam të themi jo, dhe çdo të thotë të themi po, kur duam të themi po, pa ndjer veten në faj. Çdo të thotë të komunikojmë në mënyrë të rastësishme, në mënyrë të qartë,
Çdo të thotë të vendosim kufi të shëndetshëm ndërmjet të tjerëve dhe vetes tonë. Çdo të thotë t'i ndjejmë dhe t'i shprehim gjërat pak nga pak, pa shpërthyer, kur jemi të ezauruar. Çdo të thotë të shprehim nevojat tona edhe në qift, pa akuzuar të tjerët. Ngjitemi akoma më lart në zonën e vetullave, në pjesën e ballit, dhe aty kemi qendrën energjetike me ngjyrë indiko midis blues dhe lejlas. Kërkojmë një pastrim, harmonizim, ekuilibrim, koherencë të kësaj qendre energjetike. Dhe këtu kemi të bëjmë me vizionin. Çdo të thotë për të gjithë ju, të kërkoni përtej asaj që duket, të keni një vizion të qartë të gjërave dhe të planifikoni të vendosni objektiva, të ndërmerrni hapa, çdo të thotë të vizualizoni, të imagjinoni, çdo të thotë të dëgjoni zërin e brendshëm, udhërrëfyesin e brendshëm, që ju flet dhe ju thot gjithmonë gjën e duhur në momentin e duhur. Shkojmë më lart në pjesën e sipërme të kokës, ku është qendra e kurorës, e cila është me ngjyrë lejla. Kërkojmë pastrim, ekuilibrim, harmonizim të kësaj qendre, në mënyrë që ju mund të lidheni më shumë me universin, me Zotin, me fushën kuantike, gjithçka që ju e quani, ndërkohë që neve zhbllokojmë gjithçka që vështirëson lidhjen tuaj direkt me Krijuesin. Kërkoj që në këtë qendër të balancoj, të shëroj autoritetin dhe raportet me autoritetin, me veten, autoritetin me energjinë mashkullore, me energjinë e babait. Çdo të thotë të merrni mesazhe dhe të përdorni intuitën tuaj, të dëgjoni Krijuesin. Dhe tani, imagjinoni që sipër kokës tuaj formohet një flusk drite dhe ju futeni aty brenda. Brenda kësaj fluske drite, të ngjyrës që preferoni ju, jeni të mbrojtur dhe të sigurt.
dhe lejojmë që kjo flusk të ngjitet lart në univers. Kalojmë dhomën ku ndodhemi. Kalojmë qytetin. Kalojmë shtetin. Dhe ngjitemi lart, edhe më lart. Gjithmonë e më në thellësi. Brenda kësaj fluske ndjehemi të mbrojtur dhe të sigurt, dhe ndjehemi më të lehtë. E ndjejmë që kalojmë disa shtresa. Disa shtresa resh. Udhëtojmë në qiell. Shikojmë planetë dhe galaksi dhe ngjitemi lart. Gjithmonë e më lart dhe në thellësi. Dhe ndërkohë që ngjitemi, toka duket shumë e vogël, që këtu kalojmë disa shtresa të bardha, hije të lehta. I kalojmë dhe ata, dhe ngjitemi lart e më lart, gjithmonë e më në thellësi. Para nesh është një shtresë gjelatinore, ari. E kalojmë. Dhe këtu, për ata që i besojnë, një ose më shumë angjëj mbrojtës mund të ju shfaqen, t'ju flasin, të ju ndihmojnë, të ju mbështesin, të ju bëjnë shoqëri. Secili nga ne, që nga lindja i ka të destinuar angjëjt mbrojtës, që të qëndrojnë me neve gjithë jetën. Dhe ngjitemi lart e më lart, gjithmonë dhe më në thellësi, derisa para nesh shfaqet një shtresë tjetër gjelatinore, me të gjitha ngjyrat e ylberit dhe format gjeometrike. E kalojmë edhe këtë. Dhe këtu thërrasim ligjin e të vërtetës. Dhe kërkojmë gjën që keni më shumë nevojë në këto momente, të ndryshoni, përmirësoni, shëroni, vetëdijsoni jetën tuaj. Kërkoni që t'ju shfaqet tani, në këtë moment, me lehtësi, me qartësi, cila gjë, cila fush, dhe ngjitemi lart, e më lart, gjithmonë e më në thellësi.
Përpara jush është një re me ngjyrën roz. Hypim aty sipër. Kjo re bën një infuzion të energjisë së dashurisë, pranimin dhe dëmshurinë për veten tonë, në çdo version të vetes tonë, për çdo pjesë, për çdo identitet të vetes tonë, eksaktësisht ashtu siç jemi. Gjithçka që kemi bërë, për të gjitha vendimet që kemi marrë dhe nuk kemi marrë, për të gjitha zgjedhjet që kemi bërë apo nuk kemi bërë, për çdo gjë që kemi përballuar apo evituar. Dhe kjo ju ndihmon të bëni një fotografi të jetës tuaj, eksaktësisht siç jeni tani. Dhe dërgoni një energji pranimi, dëmshurie dhe faljeje vetes tuaj për çdo gjë që mund të keni bërë gabim, për çdo gjë që nuk keni bërë, për çdo gjë që nuk keni dashur apo lejuar vetes tuaj. Sa herë keni lënduar, sa herë keni patur sukses, sa herë keni bërë diçka me vlerë, sa herë që keni dashur të ju thojnë bravo, por nuk keni marrë, edhe pse keni merituar që nga lindja. Prandaj sot jeni këtu, që krejt jeta juaj është një sukses për çdo gjë që keni arritur. Vendose veten përpara teje dhe thuaj vetes tënde një bravo të madhe për personin që je, për personin që ke arritur të bëhesh. Dhe tani ngjitemi akoma më lart e në thellësi, derisa përpara nesh faqet një derë, nga e cila del një dritë e bardhë, e shkëlqyeshme. Futemi aty brenda. Gjithçka që shikojmë është vetëm dritë, një hapësirë e pafundme. Dhe tani, fluska jonë shpërbëhet dhe neve bëhemi një gjë e vetme me dritën, me energjinë e krijuesit. Ne bëhemi dashuri, dashuri krijuese. Ne ndjehemi të gjithë një dhe lejojmë që kjo energji të na përshkoj totalisht. Ndjehemi në hapësirën e krijuesit.
në hapësiren ku gjithçka është e mundër. Ku shërimi, ndryshimi, transformimi është i menjëhershëm dhe nga kjo hapësirë kërkojmë shërim, që të bëjmë një pastrim energjetik në çdo formë, mendim, mallkim, negativitet, magji, atak psiqik, memorje fluturante, apo shpirta, identitete, çfarë do qofshin që prekin fushën tonë energjetike, që nuk është në të mirën tonë, të pastrohet, të lirohet dhe të dërgohet tek drita, të bëhet diçka më e mirë. Kërkoj që për ju çdo lloj pakti, betimi që ne mund të kemi bërë në këtë jetë apo në jetët të tjera, apo që mund të kenë bërë familjarët tanë, të aktivizojmë mënyrën energjetike që të mos të na pengoj, mos të na ngadalsoj, që nuk është për të mirën tonë, për qëllimin më të lartë të mundshëm. Le të shpërbëhet tani. Le të presim çdo litar të mundshëm që ju lidh me çdo person, situatë apo event të së kaluarës që nuk ju nevojitet më, që nuk janë për më të mirën tuaj, që nuk janë më konstruktive. Le të shpërbëhet. Dhe le të mësonin nga këto marrëdhënie, nga traumat që keni përjetuar, ti kontrolloni dhe ta kompletoni mësimin dhe t'i leni që të ikin këta persona, këto marrëdhënie, dhe të imagjinoni një shpatë që i prisni në mënyrë që të jeni më të lirë, që ta doni veten. Kërkoni krijuesit, diçka të veçantë për jetën tuaj, që të ndjeni të lirë, të doni veten. Kërkoni krijuesit, shërim të çdo qelize, dhe merreni këtë energji. Mund ta imagjinoni një vorbull ngjyrë roz
e cila ecën nga koka dhe përshkon të gjithë trupin tuaj. Kërkoni krijuesit një ekuilibrim të hemisferës së majtë dhe të djathtë të trurit, të pjesës tuaj logjike, harmonizim të energjisë femrore dhe mashkullore. Dhe tani kërkoj që të gjitha fragmentet e shpirtit tuaj që kanë ngelur në situata, persona, kohë, evente të ndryshme, nga kjo jetë, nga jetët e kaluara, kërkoj që t'i thërrasim mbrapsht, t'i shplajmë tek drita e krijuesit dhe të ju adorsojmë të tjerëve. Dhe gjithashtu, pjesa e jonë të kthehet e pastruar tek ne dhe ne të ndjehemi të plotë në çdo aspekt të jetës. Dhe kushdo që nga ju ndjehet i ngecur në situata, marrëdhënie, në një vend pune, kërkoj që kjo energji e ngecur të zhbllokohet, të lirohet nga çdo qelizë e trupit tuaj në nivel ndërgjegjësimi. Dhe kërkoj që me anën e krijuesit që ju të mësoni se çdo të thot për ju, të ndjeheni të lirë jashtë këtij bllokimi. Sa bukur që do ndryshonte jeta juaj të dilni nga ky bllokim. Dhe le të aktivizoni energjinë e lëvizjes, energjinë e fluksit. Dhe energjia e krijuesit ta shumëfishoj në 10.000 herë në mënyrë që ju të perceptoni, aktivizoni vullnetin dhe këmbguljen në jetën tuaj. Dhe kur të zgjoheni në mëngjes, derisa të flini në darkë, në çdo moment kohe dhe hapësire, kudo ku keni nevojë, le t'i japim shtys dhe forcë shërimit në hapësirën e krijuesit dhe le të jeti menjëhershëm. Dhe tani që jemi të harmonizuar, largohemi nga hapësira krijuesit. Dhe falenderojmë. Kthehemi në tokë, në planetin e tokës. Futemi në shtetin ku ndodhemi, qytetin dhe dhomën ku jeni.
dhe ndjeni trupin tuaj. Dhe tani e ndjeni se si nga këmbët e juaja dalin ca rënë të trasha, të gjëra që shkojnë në tokë, rënjësohen, na qëndërzojmë, mbushemi me energji të re nga toka, me vullnet dhe motivim, me vlerë dhe besim, me dashuri dhe ekuilibrim, me shëndet të plot, me energji fizike dhe energji vitale, me gëzim, dhe këtë energji e ngjesim lart deri tek qendra e kokës dhe lejojmë për ta mbrojtur këtë energji në hapësirën tonë. Dhe fusim veten në një vezë gjami, që kjo energji të jetë plot dhe mbrojtur. Merë frymë thellë dhe liroje ngadalë. Merë sërish frymë thellë dhe liroje ngadalë. Merë sërish frymë thellë dhe liroje ngadalë. Dhe kur të ndjesh gati, mund t'i hapësh sytë. Namaste.